Përshëndetje miq të nderuar. Në këtë video ku do të flas për Ukrainën, sot do të shpalosi disa fakte të dhimbshme, një përmbajtje të cilën nuk e kam shpjeguar deri më tani në videot e mia. Do të përmendi shifra, momente, ngjarje të trishta në plot kuptimin e fjalës, të cilat do të pasqyrojnë realitetin e pathën deri më tani rreth Ukrainës. Realitetin e pathën e them këtë që unë nuk e kam shpjeguar para juve këto, por që unë personalisht nuk e kam dëgjuar të jenë shpjeguar këto fakte dhe kjo përmbajtje nga ndonjë shqiptar deri më tani për Ukrainën. Së paku nuk kam dëgjuar që në një video apo në një emision të caktuar të jenë përmendur të gjitha këto që në realitet është pasqyrimi më objektiv i tragjedisë së Ukrainës. Do të mundohem që ti përmendi të gjitha në mënyrë që ju sot, pikërisht sot, kur është dita e fundit që i është dhënë Ukrainës si afati i fundit, të pranoj planin e Donald Trump, sot të kuptoni se nga ku buron gjeneza e problemit dhe tragjedisë Ukrainës, kush qëndron pas Ukrainës që e detyroi popullin ukrainas të bie në këtë humner dhe cilat janë vendet të cilat e kanë ndihmuar apo mashtruar Ukrainën që të vi deri në këtë gjendje tragjike në plot kuptimin e fjalës. Që në fillim dua t'i parashtroj 1-2-3 pyetje. E para, apo i afrohemi fundit të luftës në Ukrainë? A është fundi i vërtet apo jo? E dyta, çfarë përfshin plani i paqes i propozuar nga Donald Trump? E treta, cilat mund të jenë pasojat dhe impaktet e këtij plani apo të ndaljes së kësaj lufte në rrafshin global? Dhe e katërta më kryesorja, a është vërtet tragjedi për Ukrainën ashtu siç kam thënë që nga dita e parë dhe jo vetëm unë, por edhe shumë analist dhe ekspert të njohur ndërkombëtar në çështje truse dhe të Ukrainës. Në këtë video pra këto do të shpjegoj gjithë atë që duhet të dihet për Ukrainën. Dhe është e pamundën të mos përmendi një të vërtet të hidhur. Dhe ajo është se kur njerëzit e politikës së një vendi nuk janë në gjendje të kuptojnë gjuhën diplomatike të fuqive të mëdha, që nuk janë në gjendje të kuptojnë kurthet e fuqive të mëdha që i kurdisin në për interesat e tyre dhe në dëm të shteteve të vogla, situata ju vije njëjtë siç i ka ardhur Ukrainës, megjithëse që Ukraina as nuk ka qenë popull i vogël, as shtet i vogël, as shtet i varfër, por pikërisht pasojë e njerëzve të politikës së këtij vendi që nuk i kanë kuptuar gjuhët, metodat, mënyrat dhe mjetet diplomatike, strategjike të fuqive të mëdha. Kjo metod apo kjo gjuhë për cilën ne po e ndërthurim problemin e Ukrainës ka qenë evidente gjithmonë përgjatë historisë. Raportet midis fuqive të mëdha dhe fuqive të vogla, shteteve të mëdha dhe shteteve të vogla, gjithmonë kanë qenë të përcaktuara nga interesat e fuqive të mëdha. Kësaj kurthe, kësaj gjendje, këtij raporti, mënyre, apo kësaj aksiome të raporteve ndërkombëtare që janë zhvilluar përgjatë gjithë historisë, kanë mund të shpëtojnë vetëm 2 kategori të njerëzve. E para,
shtetet të cilat janë udhëhequr nga politikan vizionar dhe që kanë qenë të aftë dhe të gatshëm t'i ruajnë interesat e vendeve të tyre, qoftë edhe deri në vdekje. Dhe e dyta, kategoria e shteteve, fati i të cilave ka qenë i lidhur me interesat e fuqive të mëdha me rajonet apo regionet apo gjeografin ku kanë qenë të pozicionuara ato shtete. Përndryshe, jashtë këtyre dy kategorive kanë pësuar të gjitha një nga një. Kthyer tek rasti konkret i Ukrainës. Për me ditën pse quaj tragjedi, unë do të përmendi fakte, do të përmendi realitete dikur të mahniqme, të madhërishme, por që u kthyen si bumerang dhe si një bomb mbi kokat e ukrainasve dhe të Ukrainës. Që ta dini, Ukraina dikur ka qenë shteti i tretë në botë më i forti si fuqi bërthamore. Do me thonë, Ukraina dikur ka qenë shteti i tretë në botë me fuqi bërthamore. E ka pas një ushtri që konsiderohej ndër 7 ushtrit më të fuqishme në botë. Këto fjalë, këto fakte nuk janë të një kohe shumë të vjetër, po flasim për vitet e 90-ta e këndej. Ukraina ka trashëguar nga Bashkimi Sovjetik hiq më pak se 1900 koka bërthamore. Ka qenë dhe është trashëgimtarja e fabrikave dhe centraleve për pasurimin e uraniumit, do me thonë, fabrik në vete ka qenë për prodhimin e bombave atomike. Shtetet e shumta sot në botë harxojnë me miliarda, me qindra miliarda dollar për të ardhur në pozitën e Ukrainës kur ka qenë në fillim të viteve të 90-ta. Dhe Ukraina po dihet se ku është sot. Ukraina përveç kësaj pati trashëguar nga Bashkimi Sovjetik fabrikën më të madhe në botë të prodhimit të aeroplanëve. A e keni ditur se aeroplanet gjigant të dikurshëm sovjetik Antonov janë prodhuar pikërisht në Ukrainë. Ukraina kishte trashëguar fabrikat më të mëdha në botë të prodhimit të tankeve sovjetike dhe për shumë shtete të tjera të botës. Në Ukrainë, përveç kësaj, në vitet e 90-ta dhe para saj, janë prodhuar të gjitha, ama bashkë të gjitha llojet e armëve që i ka përdorur dhe i janë dashur dikur superfuqisë së atëhershme të botës të quajtur Bashkimi Sovjetik. Në këtë nivel ka qenë Ukraina. Në vitet e 90-ta të nderuar miq, Ukraina ka pas 700.000 ushtar në istikame, të gatshëm për luftë dhe 1.2 milion ushtar rezervë. Ka qenë ndër 5 shtetet më të fuqishme në botë në bujqësi dhe industri. Përtej kësaj, pozita strategjike e Ukrainës ka qenë aq e ndjeshme dhe aq e rëndësishme sa është konsiderua porta kryesore e Evropës që çon ka Rusia dhe porta kryesore e Rusisë që çon ka bota perëndimore. Përveç kësaj, Ukraina në përgjithësi dhe perëndimi në veçanti kanë pas lidhje të atilla sa raportet e Evropës dhe të botës perëndimore me Rusinë, qofshin raporte pozitive, apo atëherë kur janë prish dhe janë bërë negative, janë varë nga rajoni gjeografia e Ukrainës dhe nga qëndrimi i politikës dhe i popullit të Ukrainës. Ukraina thjesht ka qenë baza kryesore, apo vendi kryesor, rreth të cilit
janë përcaktuar normat, rregullat, raportet midis botës perëndimore në përgjithësi e në veçanti Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik të dikurshëm e më vonë Rusisë. Por çka ndodhi më pastaj? Ndodhi ajo stërkamcia, ajo kurtha që po i përgatitej Ukrainës. Ukrainën fillojnë me bind se është pjesë e botës perëndimore, se i takon civilizimit perëndimor dhe se duhet të hjek dorë, të heqë dorë nga trashëgimia dhe thesari kulturor i dikurshëm slavo-rus. Thjesht duhet të ndahet si me skalper nga historia e kaluar mbi 800 vjeçare. Fillimisht kërkohet prej Ukrainës të heqë dorë nga armët bërthamore. Pastaj, ti çmontoj të gjitha fabrikat e armëve, që ka qenën industria kryesore në botë e prodhimit të armëve, thash pak përpara, jo vetëm të tankeve, por çdo armë, çdo fishek që i është dashur Bashkimit Sovjetik të dikurshëm, superfuqia e dytë e botës janë prodhue në Ukrainë. Pra, kërkohet nga Ukraina, pas viteve të 90-ta, ti çmontoj të gjitha fabrikat e armëve dhe ti shes ato fabrika përhekur, njëjtë siç janë qit fabrikat gjigante të Kosovës përhekur dhe me kilogram. Pastaj i thuhet se Ukraina pasi të pastrohet nga këto mbetje të Bashkimit Sovjetik, po kuptoni ja, Amerika dhe Evropa ka me i dhënë armë sa të dohet. Bile edhe pa i dhënë armë hiç, armët, ushtrit e Evropës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të mbrojnë Ukrainën nga çdo cënim dhe kërcënim i jashtëm i mundshëm që mund ta kanos atë. Pastaj kërkohet nga Ukraina zvoglimi deri në skajshmëri i numrit të ushtarëve dhe ti reduktoj deri në minimum harxhimet për ushtri. Si kompenzim ndaj gjithë kësaj që i propozohet Ukrainës dhe që fillon të realizoj Ukraina, Evropa i thot se do të ruaj dhe do të jetë mburoja e saj. Do të jetë e pavarur nga ndikimi rus dhe askush më nuk guxon të prek sovranitetin e Ukrainës. Pastaj i thojnë, oj Ukraina e dashur, ti s'ke nevoj vlla me harxhue as për armatim, as për shpenzimet të tjera të ushtrisë, sepse neve na ke përpara, neve na ke në krah, neve na ke prapa dhe ne ty të mbrojmë nga të gjitha anët e tua. Mjafton që ti të na japësh drithra, buk, misër, naft, gaz, mineralet e ralla që dolën pastaj në opinion e këtë kohëve të fundit dhe na ty e kena më të bohe matë mirë e matë pasur e matë begatshme se edhe Zvicra. Këto janë fjalet të cilat Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thonë, i premtojnë Ukrainës që ajo ti demoloj fabrikat, ti dorëzoj armët bërthamore dhe të gjitha.